Nga sot deri në datën 25 qershor, fermerët do të kenë mundësi që të aplikojnë në skemën kombëtare të mbështetjes për të përfituar nga fondi prej 5.2 miliard lekësh. Para se të vija këtu, mora një numër, një shifër nga dita e sotme që fermerët kanë aplikuar dhe deri tani janë mbi 5.000 aplikantë parë që brenda një kohe shumë të shkurtër orari ka një interes ndaj skemës kombëtare edhe për ta vënë në dispozicion siç ne kemi vënë në 12 masat ndaj skemës kombëtare, ka një afat ndaj 25 me 25, pra një mujor, dhe një mundësi për ta rishikuar dhe njëherë nëse në gjëra do të jenë në faktin në aspektin ligjor dhe në kohën e duhur për mjaftueshme për të gjithë fermerët. Gjatë një konferencë me gazetarët, Ministri i Bujqësisë Sandi Salla shpjegoi edhe vonesën e këtij viti për të hapur aplikimet për fermerët, ndryshe nga vitet e shkuara. Ne diskutuam me fermerët, dolëm të re, kjo është skema e tyre dhe duke pasur parasysh se ne u desh një kohë gjatë që ne jemi në terren, duke diskutuar me ta, kemi bërë një skemë të qëndrueshme edhe për vitet e tjera. Në mënyrë që ne mos ndryshojmë më skemat her pas here dhe fermerët gjendet i papërgatitur për skemat kombëtare dhe çfarë do të vijë në vitin e radhës. Pra ne kemi bërë një skemë të qëndrueshme këtë vit dhe kjo na u desh një kohë e caktuar në mënyrë që ne të përgatiteshim siç duhet ndaj dëgjesave. Për hapjen e fondeve të IPARD-it, qeveria shqiptare është ende në pritje të përgjigjes së Komisionit Evropian për dosjen e dorëzuar atje. Kemi çuar të gjithë dokumentacionin dhe mbetet në vlerësimin e komisionit për ta vlerësuar dhe për të ecur ne në një hap tjetër në IPARD 3. Kjo është një hap i fundit që ne jemi duke kryer dhe kemi kryer tashmë, presim përgjigjen e tyre ndaj edhe në takimeve që do të kemi në vazhdim, në mënyrë që të vazhdojmë me procedurat ligjore. Ministri u ndal edhe te modeli i shoqërive të bashkëpunimit bujqësor duke deklaruar se janë krijuar 58 të tilla në bashkëpunim me bashkitë, ku përfshihen 334 fermerë në zona të ndryshme dhe për kultura të ndryshme bujqësore.